kundesës time është tjetërsimi I vakfit në shkencat islame, në të drejtën islame dhe debatet që janë bërë në Shqipëri në vitet 1927. Vakfi si institucion bamirës është themeli I qytetërimit islam mund ta quajmë. Bashkë me islamin ka filluar edhe institucioni vakfit dhe është shumë I rëndësishëm për zhvillimin, kulturën, arsimin e bamirësitë të tjera që ndodhin në shoqëritë islame. Bamirësia e vakfit dhe dobitë e vakfit janë shumë të llojshme në shoqëritë islame dhe tani ne s'kemi mundësi që të shënojmë të gjitha, por e rëndësishme është që themelimi I vakfit dhe mirëmbajtja e tij deri në fund, domethënë derisa të jetë bota në jetë. Por problemi kryesor është se pas themelimit të vakfit ndodhin nganjëherë që vakfi mund të mos funksionojë ose mund të humbë funksionin, ose mund të ketë probleme uzurpimi të vakfit dhe në këtë rast çështja qoftë juridike, qoftë edhe politike ose ekonomike, çfarë do ndodhe me vakfin që nuk funksionon më. A mund ta shesim vakfin, a mund ta ndryshojmë vakfin me një vakf tjetër, a mund ta këmbojmë vakfin me diçka tjetër, etj. etj. Ky është një problem që është hasur që në kohën e themelimit të jurisprudencës islame me Imam Ebu Hanifen dhe studentët e tij Imam Muhamedi dhe Imam Ebu Jusufi, edhe dietarët e tjerë Shafi, Maliki dhe Hanbeli kanë dhënë fetva në lidhje me tjetërsimin. Në shkencën islame, të drejtës islame, tjetërsimi konceptohet me termin istibdal. Do thonë shqip mund t'i bie ndryshim, por ne kemi bërë këtu tjetërsim sepse është më shumë gjithëpërfshirës. Pra, domethënë shkurtimisht, a lejohet istibdali për të ruajtur funksionin e vakfit, qëllimi kryesor I vakfit. Faleminderit. Në mendimin të fikut klasik në lidhje me istibdalin ose tjetërsimin e vakfit ose ndryshimin e vakfit ose shitjes të vakfit, me ta thënë ndryshe, sipas dietarëve Hanefi, istibdali ose tjetërsimi I vakfit, ndryshimi I vakfit me kushte të rënda, mund të themi, lejohet në raste të veçanta, jo përgjithsisht. Duke u bazuar në rregullin e maslahas, domethënë dobisë publike, interesit publik. Kjo është diçka e rëndësishme, po patjetër që kjo dobi është shumë e përgjithshme dhe secili person ose secili shoqëri mund ta ndjejë diçka që është e dobishme për shoqërinë, por pas 50 viteve ose pas disa viteve kjo dobi nuk mund të jetë e dobishme, mund të ndryshojë. Pra, sipas Ebu Hanifes dhe Imam Ebu Jusufit, çështja më shumë për ndryshimi istibdali I xhamive, istibdalul mesajid në arabisht, e kanë ndaluar rreptësisht Imam Ebu Hanifja dhe Imam Ebu Jusufi, sepse xhamia është diçka që një vend adhurimi që adhurohet Zoti Xheleshanehu, Allahu subhanahu wa taala, dhe në këtë rast qoftë edhe nëse rënohet xhamia ose nuk funksionon më, nuk ka njerëz përreth, në këtë rast nuk lejohet që kjo toka e xhamisë, edhe pse ndërtesa ndoshta është prishur, të përdoret për qëllime të tjera, të shitet ose të kalojë me një vend tjetër. Por Imam Muhamedi, duke u bazuar në funksionin e vakfit, qëllimi I vakfit është që të adhurohet Allahu në atë vend, domethënë që është si vakuf për xhamin, dhe nëse në këtë rast xhamia prishet, e humb funksionin ose urpëzohet nga një qeveri të ndryshme, atëherë ky rast mund të ndryshohet me një vend tjetër. Për shembull në një fshat që kanë integruar të gjithë fshatarët në një qytet dhe ka ngel xhamia në fshat bosh, s'ka njerëz fare. Në këtë rast çfarë do bëjmë me
xhamin, ose çfarë të bëjmë me vendin që është xhami. Imam Muhamedi në këtë rast e lejon. Kurse Shafit dhe disa dietarë të Malikive, jo të gjithë, e kanë kundërshtuar rreptësisht. Do thonë, diçka që është si xhami nuk lejohet që të kalojë në një vend tjetër ose të bëhet si pronësi private, quhet në mulk në arabisht. Për shembull, ata japin shembull se nëse çabja për shembull prishet, atëherë nuk mund që ne të vendosim në vend të çabes një ndërtesë tjetër. Është e pamundur. Pra edhe xhamiat, nga që është një shube e çabes, ose është një pjesë e xhamisë shenjtë, atëherë edhe xhamit në çdo vend që të qoftë nuk lejohet që të ndryshohen. Debati kryesor ashtu duhet që sepse vakfi është diçka që është i përjetshëm, sadakatul xharia në të drejtën islame, dhe kjo përjetësia vakfit duhet të vazhdojë dhe asnjë kusht ose asnjë gjë tjetër nuk duhet ta cënojë këtë përjetësinë e vakfit, që kjo është shumë e rëndësishme. Gjatë historisë, duke parë kushtet, rrethanat të ndryshme, dietarët shumica e kanë lejuar, qoftë edhe në përgjithësi vakfet, lloje të ndryshme të vakfet, përveç xhamive, medreseve e tjera, por disa raste duke lejuar tjetërsimin e vakfit, disa kadilersh ose disa persona e kanë keq përdorur këtë. Dhe në këtë rast, sidomos në perandorinë osmane, disa dietarë të mëdhëbit Hanefi e kanë parë të rrezikshëm një gjë të tillë dhe e kanë ndaluar dhe nuk kanë dhënë fetva për ndryshimin e vakfit. Që të kaloje në të ndryshohet vakfi në një vend tjetër ose të këmbehet kundrejt pagesës e tjerë. Këta janë juristët si Sadru Sheria, Sheikh Bedruddini, Shurun Bulaliu, dhe Shehul Islamet Osman si Ibn Kemal Pashaj, Çivizade dhe Muhidin Mehmet Efendiu, këta e kanë ndaluar tjetërsimin e vakfit përgjithsisht. Por megjithatë, perandoria osmane në krye Shehul Islamin e famshëm Ebu Suud Efendiun kanë dhënë fetva që lejohet në raste të veçanta ndryshimi i vakfit, por me kushte. Dhe një nga këto kushtet është që kadiu i zonës, dhe jo vetëm kadiu i zonës, por edhe fermani i sultanit. Duhet marrë patjetër leje nga sultani që një vakf të ndryshoje dhe të kaloje në një zonë tjetër ose të shitet kundrejt një pagese dhe me këtë pagesë që mirët të ndërtohet vakfi që është shitur. Për shembull, nëse ka qenë një xhami dhe duhet të ndryshohet me paratë që do shitet xhamia ose vendi i xhamisë, duhet të ndërtohet një xhami tjetër. Këtu patjetër që ka kushte të rrepta sepse nga që vakfi është diçka e shenjtë, nuk mundet që ta përdorim sipas dëshirave tona ose sipas interesit ton. Dietarët kanë vendosur përgjithsisht 7 kushte në rastet kur ne duhet të ndryshojmë ose të tjetërsojmë vakfin. Nuk kemi kohë që t'i lexojmë gjithë, patjetër që do cilësohen në kumtesë. Debatet në Shqipëri rreth tjetërsimit të vakfit i shohim në vitin 1927, sepse në atë kohë Shqipëria merrte masa për të modernizuar shtetin dhe në bazë të kësaj ishin edhe xhamit, ishin xhamit edhe medreset në Shqipëri. Më thonë, duhet të kemi xhami moderne dhe medrese moderne me kurrikulum të modernizuar, jo me kurrikulumin e vjetër klasik që ishte më parë. Këtu kemi debate. Reformatori kryesor është Sali Vuqitërni, që ka qenë edhe drejtori i vakfeve në atë kohë në Shqipëri, që ky dha një deklarat rreth reformimit të vakfeve dhe medreseve, përgjithsisht xhamit dhe medreset, jo të tjera, se të tjerat janë më pak të rëndësishme në këtë pikë. Vuqitërni thotë që duhet të mbyllen xhamit të tepërta në zona, në qarqe të Shqipërisë dhe të ngeret vetëm një xhami
ose 2 xhami, ose sa është popullsia në atë zonë, dhe të jetë xhami me të pastra, moderne, dhe jo të jenë xhami që janë të mykura, nuk kanë pajisje, nuk kanë imam, nuk kanë muezin e tjerë. Edhe medreset duhet të mbyllën gjithë medreset e Qarqeve dhe të ngelen vetëm 2 medrese, një në Tiranë dhe një në Shkodër. Kjo është deklarata që ka bërë në 1927 në shkurt. Pastaj kërkesa pse duhet të mbyllen medreset ishte se në Qarqe kishte shumë pak student interesa. Për shembull, në Vlorë 4 student në një medrese, Gjirokastër 6, Kavaja 26 e tjerë. Dhe këtu është Shkodra që ka pas më shumë, që dihet që Shkodra ka qenë një zonë dietarësh dhe patjetër që aty ka pas studenta më shumë, edhe në Tiranë pastaj. Argumentet e Vuçitërnit ishin që të jetë një modernizim i domosdoshëm për mbijetesën. Ja, dhe 1 minutë të mbaroj. Fryma e shariatit e lejon reformimin e gjonave, do të thonë qoftë edhe vakfin në këtë rast. Dinjiteti islam duhet të jetë i mirë, sepse medreset dhe xhamit nuk ishin në kuadrin ose në nivelin e lartë të mirëqenies, prandaj duhet të ndryshohen, dhe pamundësia financiare. Këtu kemi disa dietarë që e kanë mbështetur reformimin që deshit të bëjë Sali Vuçitërni, ishte Hafiz Xhaferi nga Korça, Arsyeja me pseudonim ka qenë një dietar nga Shkodra, edhe Shkodrani po ashtu, por që nuk e kanë përdorur emrin e vërtet, dhe Shef Largu, dhe kundërshtarët kryesor kanë qenë Ilmia e Shkodrës, ka qenë një grup dietarësh që e kundërshtuan sepse këta reformimi ishin kundër shariatit. Nuk lejohet që tjetërsimi i vakfit, dhe këta kanë shkruar shumë në gazetën Zoni e Nalt. Në fund, për ta përmbyllur, Këshilli i Lartë i Shariatit detyrohet që t'japë një vendim dhe një fetva se kur lejohet istibdali ose tjetërsimi i vakfit. Këtu Këshilli i Lartë i Shariatit merr mendimin e Imam Muhamedit, sepse Imam Muhamedi e lejonte ndryshimin e xhamisë nga një vend në një vend tjetër ose shitja kur është nuk funksionale. Dhe aty argumenti i dytë është Imam Ebu Sud, Shejhul Islam Ebu Sud Perandorin Osmani, i cili kishte lejuar një gjë të tillë, dhe argumenti i tretë që ka përdorur është kulli kaide që quhet në arabisht el-hajatu tunazzalu manzalat ad-darura, nëse diçka është e nevojshme, atëherë është e detyrueshme. Edhe në këtë rast ka nevojë që të tjetërsohet xhamia ose të ndryshohet, dhe atëherë sipas këtij rregulli ne duhet ta ndryshojmë. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat, dhe rregulli kryesor që është, nëse është e domosdoshme diçka, atëherë edhe nëse është ndaluar, bëhet e lejuar sipas shariatit. Faleminderit edhe mbaroj.